Donald Trump deklaron se një marrëveshje armëpushimi në rripin e Gazës mund të arrihet brenda javës së ardhshme. Presidenti amerikan u tha gazetarëve në zyrën ovale se janë në kontakt me palët e përfshira. Njoftimi i tij vjen në kohën kur një raport tronditës pretendon se gati 100.000 palestinezë janë vrarë në luftën e Izraelit në Gaza, çka përfaqëson rreth 4% të popullsisë së territorit, duke cituar një artikull të përditshmes izraelite, Haaretz. TRT Global thot se numri I të vdekurve është më I lartë se numri I viktimave të dhëna nga Ministria e Shëndetësisë e Gazës, I cili ishte mbi 56.300 që nga tetori I vitit 2023. Përveç vdekjeve të shumta të palestinezëve, nga sulmet izraelite, mjaft njerëz vdiqën gjithashtu nga efektet indirekte të luftës, si uria I ftohti dhe sëmundjet, pasojë e kolapsit të sistemit shëndetësor në Gaza. Sipas të dhënave, 56% të vrarve kanë qenë ose fëmijë deri në moshën 18 vjeç, ose gra. Vetëm në 24 orët e fundit, në enklav humbën jetën 13 vet, mes të cilëve 2 të mitur dhe dhjetra të tjerë u plagosën nga sulmet izraelite, që kanë shënjestruar shkolla e tenda, ku strehoshin palestinezë të shpërngulur nga pjesë të ndryshme të rripit të Gazës. Burime mjekësore pohojnë po kështu se një foshnjë 3 muajshe vdiq në Deir al Balah për shkak të urisë në mesin e mungesës së qumshtit formul.